الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تندروا أردازر صنت ملئة الله سبحانه وتعالى vazhdojmë me leximin e Muwatta Imam Malikut edhe nuk është fati jonit të vazhdoj të jetë me neve Allahu Mustiu që kishte leximin shumë të bukur nga se është i angazhuar me gjëra tjera. Allah i dhash sukses edhe nderoft. Sidoqoftë vazhdojmë me leximin, do të fillojmë me Kitabul Istisqa. Kitabul Istisqa do thotë kaptina që ka të bëjë me kërkimin e shiut, duas apo namazit të kërkimit të shiut. Kitabul Istisqa, al-amalu fil istisqa. Qala al-imam Malik rahimahullah an عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم أنه سمع عباد بن التميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. Istisqa thotë është vllazërit mirë kërkimi i shiut, dua namaz që bëhet për kërkimin e shiut, nëse vonohet shiu o gjë, gjëra bëhet namaz i veçantë dhe falet namaz i veçantë për kërkim të shiut dhe bëhet edhe hutbe edhe duan e të. Malikut transmeton rahimullah nga Abbad ibn Tamim që ka thënë se Abdullah ibn Zaid al-Mazini radhiyallahu ta'ala ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dalë në musalla, aty ku falet bajrami, do thot. Dhe ka bërë istisqa, do thot, ka kërku shi. Dhe e ka shndru thot rrobën e sipërme të tij e ka qit nënën e kundërt nga mbrapa, e ka qit pjesën e brendshme e ka qit jashtë, edhe ka sill nënën tjetër dhe është drejtu drejt kiblës të bëj dua. قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ قال ركعتان ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. Thot Yahya që është transmetuesi i hadithit Yahya al-Laythi ibn Yahya al-Laythi që është transmetuesi i Muwatta nga Imam Malikut, tregon se Imam Maliku është pyetur për namazin e istisqas. Si është namazi i istisqas? Dhe sa rekate është? Ka thënë është ndër 2 rekate. Mirë po ka thënë imami fillon së pari me namaz, e kundërta e bajramit. Se në bajram imami fillon së pari me hutbe, pastaj së pari do thotë në bajram së pari është namazi, pastaj është hutbeja. E këtu prap do thot prap është njëjta, do thot e fillon thot edhe këtu është njësoj. E fillon do thot imami namazin së pari, pastaj i fal 2 rekate, e fillon namazin. Nuk është sikur xhumaja, mos pari hutbja, pastaj namazi ju. E fal në namazin, pastaj ngritet dhe bën hutbe, i përkujton njerëzit, e mbani hutbe.
dhe drejtohet drejt kiblës pastaj në dua. Në fillim do thotë imami çfarë bën? Thotë bën hutbe, i përkujton njerëzit, sana i nxit të pendohen te Allahu subhanahu wa taala, lut Allahu subhanahu wa taala, pastaj kthehet drejt kiblës, imami thotë, edhe fillon të bëj dua. Fillon të bëj dua dhe rrobën që ka gjyben ose rida është ai pjesa sipërmet sikur çush e veshin haxhit në ihram ose kur shkosh në umre, atë kthen në anën e kundërt, thotë. Për shkak që tregohet varfëria jote para Allahut subhanahu wa taala dhe nevoja jote para Allahut subhanahu wa taala, të ndryshohet gjendja, ashtu siç e ndryshon ti rrobën, të ndryshohet edhe gjendja e njerëzve, të ndryshohet edhe gjendja e njerëzve. Thot ajo që është në anën e për shembull rroba që e ke në anën e majtë e çet në anën e djathtë, ajo që është në anën e djathtë e çet në anën e majtë kur të bën këtë imami, dhe duke qenë ulur ashtu drejtohen drejt kiblës dhe lusin Allahun subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon thotë ma jaa fil istisqa. مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت عمرو بن شعيب kanë transmetuar këtu në transmetim nuk është thotë i përmendur babai dhe gjyshi i tij, mirë po në transmetime të tjera është i përmendur se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bërë në istisqa, në kërkim të shiut, çfarë duaje ka bën? Ka thonë: "O Allah, jepi ujë robëve të tu dhe kafshëve të tua dhe përhape rahmetin tënd, që shiu është për rahmetit e Allahut subhanahu wa taala, dhe ngjalle vendin tënd të vdekur." Tjetër transmetim është thotë Kamali kanë sharikin me Abdullah ibn Abi Namir عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر الشجر قال فانجابت عن المدينة انجباب الثوب. Maliku rahimahullah tani transmeton një hadith nga Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, që thotë se një njeri ka ardhur te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ka qenë ditën e xumah, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke mbajtur hutbën. Ai ka thonë: "Ja Rasulullah, na u shkatruan bagëtia dhe janë ndërprer rrugët. Prandaj lutë Allahun." Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka lut Allahun subhanahu wa ta'ala, thotë, dhe thotë na ka ardhur shi, thotë, prej xumës deri në xumë. Thotë një javë ditë vazhdimisht ka qenë shi. Atëherë thonë në xumën tjetër ka ardhur një njeri dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, janë shkatruar shtëpitë dhe janë ndërprer rrugët dhe janë do thotë janë shkatruar ose vdekur bagëtit." Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "O Allah, bëje në maje të kodrave dhe në lartësi të larta dhe në fund në bazat të luginave dhe aty ku dalin pemët, të rrënjët e pemëve. Thotë edhe u largu thotë shiu siç largohet rroba, kur të hek rrobën që e zhvesh, thotë ashtu u largua shiu nga Medina e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është hadithi tjetër thotë: قال يحيى قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع فقال مالك وهو في ذلك في ساعة إن شاء فعل أو ترك. Maliku thot është pyetur
për një njeri që nuk e ka mri namazin e istisqas, nuk e ka mri namazin e istisqas, mirë po e ka arrit hutben, thotë e ka arrit hutben, nuk e ka arrit namazin. Thotë don të falet në shtëpi ose në xhami, kur ose të falet në xhami ose në shtëpi kur të kthehet. Maliku ka thonë bën çfarë do, s'është problem, ose e bën në shtëpi ose e bën në xhami. Kjo do thotë është namazi istisqas dhe është prej suneteve të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe praktikohet në vendet e muslimanëve. Edhe është mirë që edhe vendet tona të praktikohet kur vonohet nga një herë shiu në kohë të nevojës, sepse Allahu subhanahu wa taala vendet tona i ka begatuar shumë me shi të shumë dhe të nevojshëm. Mirë po nëse vonohet shiu, kjo është prej sunetit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon Imam Maliku dhe thot al-istimtar bin nujum, thot të kërkohet shiu nga yjet, të kërkohet shiu nga yjet. E thot Malik an Salih ibn Kaysan, an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حديث nga Zeid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhum, që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka falë thot namazin e sabahit, na ka falë thot ka dalë imam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz të sabahit në Hudaybiyah. Dhe na ka falë namazin pas thot një shiu që ka rënë, dhe shiu ne ka thujt e ka thujt sema, do thot qiell, se shiu bjen mbi qiellin, e ka thujt shiu që ka rënë natën. Dhe kur e mbaroi namazin thot Rasul sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthyer drejt njerëzve dhe ka thënë: A e dini se çfarë ka thënë Zoti juaj? A e dini se çfarë ka thënë Zoti juaj? Ata sahabit kanë thënë: Allahu dhe Rasuli i tij e din më së miri. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: nga besimtarët e mi, dikush nga ju u zgjua besimtar në mua kafir dhe mos besimtar dhe dikush tjetër u zgjua si mos besimtar në mua. E kush ka thënë, e ai që tha, do thotë, ai që tha, mutirna bi fadlillahi wa rahmetih, na ka rënë shiu prej mirësisë së Allahut dhe rahmetit të tij, thotë, ai është i cili është besimtar në mua dhe kafir në yje, thotë, nuk i beson yjeve. Mirë po ai që ka thënë, na ka rënë shi për shkak të filan yllit apo filan yllit, ka thënë ai është kafir në mua, besimtar në yje. Prandaj besimtari nuk bën, kjo mas pari është hadith qudsi, ku pejgamberi sa të tregon se çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Së dyti në të ka besimin e muslimanit, që duhet të ketë besim në rububien, atë se Allahu subhanahu wa taala është krijuesi çdo gjëje subhanahu wa taala dhe mirësitë vijnë prej tij subhanahu wa taala, jo prej robëve të tij dhe krijesave të tij. Të besohet se shiu është nga Allahu subhanahu wa taala, dhe sa i zbret nga Allahu, nuk zbret shiu se filan ylli është në filan vendi, filan planeti është në filan vendi, jo. Prandaj besimtari duhet kur të bjen shiu të thotë na ka rënë shiu për rahmet dhe mirësisë Allahut subhanahu wa taala. E të thuhet se shiu ka rënë për shkak se filan ylli është në filan vendi apo filan planeti është në filan vendi, ky është kafir në Allahun subhanahu. Nëse beson që ata janë shkaktar të rënjes së shiut, ata nuk bën të jetë ashtu. Besimtar duhet besoj se shiu vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot Maliku, thot بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة
thot që Maliku tregon se pejgamberi sallallahu ka thënë, kjo është hadith i ndërprer, do thotë i dovet, që ka thënë se Rasulullah sallallahu ka thënë kur të vi një re, kur të vinë raja nga deti, do thotë që deti është në perëndim të Medinës, do thotë rreth që vinë nga perëndimi, dhe pastaj shkon në drejtim të veriut, nga Shami, thotë ai këto do të jetë si një lum, si një burim që çet shumë ujë, thotë që çet shumë ujë. Thotë kjo është thotë që kur të shish aran sen beson që Allahu subhanahu wa taala këtë bën si sebeb për të ndodhur kjo. Kjo s'ka gjë të keqe ta. Po ashtu Maliku transmeton se Abu Huraira ka thënë, edhe kjo është i ndërprer. Ka thënë idha asbaha wa qad mutira an-nas qal mutirna bi naw'i al-fath thumma yatlu hadhihi al-aya ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Malik Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu thoshte kur të binte shiu, thot na ka rënë shi, thot me yllin e fethit do thot feth ç'është i hapjes. Çka është ajo? Hapjes që edhe ka lexuar ajetin e Allahut, thotë ma yaftahillahu lin-nasi min rahma. Ato që Allahu a çel feth do thot hapje, çelje, do thot. Ato që Allahu ja çel njerëzve piramidët e tij, s'ka kush e kap. Ato që kap Allahu s'ka kush e lëshon. Do të kjo është fethi, do thot është prej Allahu subhanahu wa taala. Ajo që ka rënë shiu, thot është rahmeti që Allahu e ka lëshu subhanahu wa taala. Kur Allahu e lëshon rahmetin e tij, nuk ka kush e ndal. Nuk ka kush e ndal. Kur të ndal Allahu subhanahu wa taala s'ka kush e lëshon, nga se tëra është nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon Imam Maliku rahimahullah, thot kitabul qibla, kaptina e kiblës, edhe çfarë bëjmë me kiblën, që drejtimin e kiblës, thotë që ajo është drejtimi që drejtohemi drejt kiblës në namazin tonë. Që muslimani ka obligim të drejtohet drejt kiblës në namazin e tij. Thot Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Rafi ibn Ishaq مولى لآل الشفاء أنه وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه transmeton këtë transmetim nga Rafi ibn Ishaq, që transmeton nga që ai ka dëgjuar Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid, sahabiu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur ka qenë në Egjipt, kur ka qenë në Mosër, ka thënë wallahi nuk e di çfarë të bëjmë me këto banjat e juve, të banjat të shenefe, të banjat që janë të jashtë shtëpive, ashtu me të ndërtuara. Thotë duke di thotë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur që shkon dikush nga ju në banjë për të bërë nevojën e madhe apo të vogël, thotë mos të drejtohet drejt kiblës e as mos t'ia kthej shpinën kiblës. Thotë nuk ka kjo për shkak se ato kanë qenë të drejtuara në drejtim të kiblës, apo kanë pas shpinën e kthyme nga kibleja. Nga kibleja. Thotë mos të drejtohet me pjesën e turpshme të trupit të tij në drejt kiblës. Thotë po ashtu thot Malik an Nafi an rajul min al-ansar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha kana anna Rasulullah yanha an tustaqbalu al-qiblatu li gha'itin aw li bawl. Thotë një nga ansarët ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të drejtohesh drejt kiblës duke bërë nevojën e madhe apo të vogël. Thotë nuk bën të drejtohesh në drejtim të kiblës as duke bërë nevojën, as duke e madhe apo të vogël. Nuk bën të drejtohesh. As t'ia drejtohesh drejt kiblës, as t'ia kesh shpinën të kthyer nga kibleja. Pastaj vazhdon thotë ar-rukhsatu fi istiqbali al-qiblati li bawlin aw gha'it.
thot edhe lehtësimi, pastaj vazhdon thot lehtësimi për që të drejtohesh kiblës për nevojën e vogël apo të madhe. Thot Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Yahya ibn Hibban an ammihi Wasi' ibn Hibban عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قلت: لا أدري. قال: والله. قال مالك: يعني قال: والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. يسجد وهو لاصق بالأرض. Tani tregon thot lehtësimin për këtë punë. Maliku transmeton nga Wasi ibn Hibban se nga Abdullah ibn Umer radhiyallahu ta'ala anhuma, thot ka dëgjuar thot ka njerëz që thon kur të ulesh ta bësh nevojën, mos ju drejto kiblës e as Beitul Maqdis, thot mos ju drejto as kiblës e as Beitul Maqdis, do thot Jerusalemit, Kudsit. Pse kjo kur jenë Medina jetin në mes të dyjave. Në jug e ke kiblën, në veri e ke Beitul Maqdisin. Thot nga se Medina është mes këtyre dyjave. Mos ju ktheni asnjënës, do thot, as në lindje, as në jug, as në veri. Mirë po thot, Abdullah thot, unë kam hipur në një shtëpi tonën dhe kam parë thot Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ulur në dy tulla, do duke bërë nevojën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy tulla, ka qit dy tulla, është ulur në ato dy tulla, thot këmbët i ka qit në ato dy tulla sallallahu alaihi wasallam, dhe thot e ka pas fytyrën drejt Beitul Maqdis, thot fytyrën nga veriu, duke bërë nevojën e tij sallallahu alaihi wasallam. E kjo është argumenti që shumica ulemave përdorin, që thonë që ndalesa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që mos të bëhet nevoja drejt kiblës apo duke ja kthyer shpinën kiblës, vlen për vendet të hapura. Kur jenë në vend të hapur, nuk bën që të drejtohesh drejt kiblës duke bërë nevojën, apo t'ja kthesh shpinën kiblës duke bërë nevojën. Mirë, nëse je në vend të mbyllur, siç ka qenë këtu në shtëpi, do të ka murën mes teje dhe kiblës, atëherë s'ka gjë ndalesë. Kjo është lehtësimi, kjo është mendimi kjo është mendimi më i saktë. Mendimi më i saktë është kur je në hapësirë nuk bën. Nëse je vend të mbyllur, bën edhe s'ka gjë të keqe. Abdullah ibn Umeri e ka përdor një analogji këtu, ka thënë ka pyet këtë Wasin, ka thënë ajeti prej atyre që kur bin në sejdë, thot bin krejt në sejdë, thot edhe pjesën e poshtme të trupit e mban, thot nuk e ngrit, do thot nuk e ngrit prapanicën lart në sejdë kur të biesh kokën poshtë, po krejt ulesh, thot bashkë me pjesën e mbrapa të trupit, ulesh krejt në sejdë. Nuk bën kjo, nga se nuk është kjo prej formës së sejdës, nga se dikush nga njerëzit mendon që e mbulon veten më shumë në atë mënyrë. Mirë po ti rrobën tënde e ke mbules, nga rroba jote është mbules që kur bish në sejdë, rrobat e mbulon pjesën e turpshme tënde, e cila tani është e drejtuar në pjesën në të kundërtën e çapës. E njëjtë është edhe ndërtesa. Ndërtesa, muri, është pengesë mes teje dhe çapës. Prandaj nuk ka gjë të keqe. Pengesë mes teje dhe kiblës nuk ka, prandaj nuk ka gjë të keqe. Nuk ka gjë të keqe nëse je brenda ndërtesës, ashtu siç nuk ka gjë të keqe kur je në sejdë që e ke ngrit, do të thonë, pjesën e prapanicën tënde lart, e kokën tënde poshtë,
mirë po ato po mbulohen me rrobën tënde. Po mbulohen me rrobën tënde, pra ashtu thot, edhe ndërtesa në atë njëjtën formë është ajo që mbulon avretin tënd nga kibla. E mbulon avretin tënd nga kibla. Vazhdojmë, pastaj thot ما جاء في النهي عن البصاق في القبلة ما جاء في النهي عن البصاق في القبلة do çka ka thënë ndalesa nga të pshtyhesh drejt kiblës, të pshtysh drejt kiblës. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. Maliku transmeton nga Nafi nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka parë një pshtym, thotë ka pa kelbaz pshtym në mur të kiblës, në mur në drejtim të kiblës në xhami dhe ka shku dhe edhe ka shlypi ka mesosam. E ka hjek nga ajo. Dhe është drejtuar drejt njerëzve ka thënë kur dikush është në namaz, ka thënë mos të pshty në drejtim të fytyrës së tij, mos shty në drejtim të fytyrës së tij. Nga se Allahu te baraka wa taala është drejt fytyrës së tij kur është në namaz. Drejt fytyrës së tij në namaz është hadithi i Yahya ibn Zakariyas radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alehima ku pejgamberi sallallahu ka thënë إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت ka thënë që Allahu e drejton fytyrën e tij drejt robit të tij kur është në namaz përderisa robi nuk lëviz, nuk shpërqendrohet. Këtu pra pejgamberi ka treguar në këtë mënyrë që s'bën me pshtyn drejt kiblës në namaz. E nëse je në zor ose e vendos në rrobën tënde në mindil ose pshtyn poshtë këmbës së majt tënde. Pastaj vazhdon thot Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. Prap hadithi një thot që Aisha radhiyallahu ta'ala ka treguar që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka parë në mur të kiblës së xhamisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka parë pshtym ose kelbaz thot dhe e ka fshi pejgamberi vetë sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pastaj thot ma jaa fi al-qibla thot çka ka ardhur për çai përket kiblës, çai ka ardhur gjëra që kanë të bëjnë me kiblën. Thot Malik عن عبد الله بن دينار مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Thot Maliki transmeton nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma thot që përderisa njerëzit kanë qenë në Kuba, xhamia e Kubas në Medinë, xhamia e parë ndërtuar në Islam, dhe kanë qenë duke falë namazin e sabahit. Thot ju ka ardhur duke qenë namazin e sabahit, i ka ardhur dikush dhe i ka thënë vërtet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur, i ka zbritur sonte Kur'an dhe është urdhëruar që të drejtohet drejt Qabës dhe drejtohuni drejt Qabës. Thot edhe thot fytyrat i kanë pas në drejtim të Shamit, në drejtim të Beitul Maqdisit, Kudsit. Thot dhe janë drejtuar në drejtim të Qabës. Çfarë është kjo? Thot ata kanë qenë në drejtim të veriut, në namaz. Dhe duke qenë në namaz, i ka ardhur lajmi, kështu çka kanë bërë janë kthy komplet 180 shkallë. Komplet 180 shkallë janë kthy në drejtim të Qabës. Në drejtim të Qabës është në jug të Medinës së Rasulullahit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pastaj thot Malik an Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyab annahu قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس
ثم حولت القبلة إلى قبل بدر بشهرين. Thot Saidi ibn al-Musayyab rahimahullah, që ka qenë pej tabeinëve, ka thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është fal në Medinë, kur ka ardhur në Medinë, thot 16 muaj është fal drejt Beitul Maqdisit, drejt Qudsit. Pastaj thot kibla ja ndru, thot 2 muaj para betejës së Bedrit. 2 muaj para betejës së Bedrit. Nga se betejë e Bedrit ka qenë në vitin e 2 sipas hijrëtit. Do thot 2 muaj para Bedrit ka ardhur urdhri nga Allahu subhanahu wa taala që të ndrohet kibla dhe të bëhet kibla drejt Mesjidil Haramit, drejt Ka'bës. Malik an Nafi' an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. إذا توجه قبل البيت. Maliku transmeton nga Nafi nga Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu se ai ka thënë çka ka në mes të lindjes dhe perëndimit është kible për ato që drejtohet drejt Ka'bës. Çfarë është hadithi? Kibla në Medinë është në jug të Medinës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E do thot drejtimi i kiblës është në mes të lindjes dhe perëndimit, mes të lindjes dhe perëndimit. Omer radhiyallahu anhu ka thënë që në këtë ka lehtësim, qëllimi nuk është që të gjendet 100% çabja. Mirë, por nëse je në këtë drejtim, mes lindjes dhe perëndimit, e ke qëllim të falësh drejt Ka'bës, e ke mri Ka'bën. Kjo është, do thot, në Medinë, në këtë aspekt. Për shembull në vendet tona, për shembull në shumicën e Evropës, kibla është në juglindje. Thot juglindje. Tash nëse ti e merr drejtimin e juglindjes, edhe nuk është qëllimi thot që 100% të drejtohesh drejt Ka'bës. Mirë po, thot 100% të drejtohesh drejt Ka'bës, mirë po edhe nëse ka gabim të vogël, s'ka gjë të keqe, nuk ka gjë të keqe. Prandaj do të kemi, mos jemi ekstremista në këtë aspekt. Nga se ka lehtësim për këtë punë. Do të kemi lehtësim për këtë punë, thotë që nëse në ndonjë xhami ka devijim të vogël, ose qëllimi është ona drejtimi i saj. Nuk ka qëllimi drejt, se të shkojnë ndonjëherë për shembull e gjejnë një xhami, ndoshta është e devijuar nga çabja thot 1 shkallë, 2 shkallë, edhe shkojnë bëjnë probleme në xhami, pse kështu. Qëllimi është drejtimi i Ka'bës, në drejtim të Ka'bës. Mirë është të falet 100% drejt saj, mirë, po nëse nuk është 100% drejt Ka'bës, nuk ka gjë të keq. Qëllimi është drejtimi i saj. Kjo është atë, edhe kjo është lehtësimi për besimtarët. Më së miri është drejt për drejt, kur të ndërton xhamin, të mundosh ta caktosh 100% drejtimin e Ka'bës, mirë po, nëse nuk e ka arrit 100% ose je fal, mirë po ka qenë drejtimi në atë anë, s'ka që të keqe me lejet Allahut subhanahu wa ta'ala. Vazhdon thot, ma jaa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot, çfarë ka ardhur thot për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot Malik عن زيد بن رباح وعبيد الله بن عبد الله ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تقصر këtë hadith nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një namaz në xhamin time, në këtë xhamin time, është më i mirë se 1000 namaze në xhami të tjera përveç Mesjidil Haramit.
këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon vlerën e namazit në xhamitë të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, se ajo është sa një namaz. E tani kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë salatun fi masjidi hadha, një namaz në xhamin, këtë xhamin time. A është shëllim me të vetëm xhamia ku ka qenë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në Medinë? E nëse është ashtu, ajo i bjen vetëm pjesa e përparme e tanishme të xhamisë Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që ndoshta as 5% prej xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi është Allahu di mas miri për krejt xhamin, çka ka me ata që lidhen me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, skuta që llogaritë xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtu vlen. Jo vetëm pjesa ku është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tërë edhe pasi të është zgjeruar xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se zgjerimet në xhamitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë në kohë të sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe më vonë. Edhe më vonë, kështu që s'ka gjë të keqe në këtë punë dhe kudo që falesh në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka arrit këtë shpërblim. Përveç nëse je në Mesjidul Haram, në Kabe, aty shpërblimi është edhe më i madh, siç ka në hadith tjetër, sa 100.000 namaze në xhami tjera, sa 100.000 namaze në xhami tjera. Vazhdon thot Malik al-Khubayb ibn Abd al-Rahman an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ومالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة من رياض الجنة. Hafs ibn Asim transmeton ose nga Abu Huraira ose nga Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhum, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ajo që është mes shtëpisë time dhe mimberit tim, mimber ku bën hutbën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kopsht prej kopshteve të xhenetit. Roda prej kopshteve prej Riyadil Jannet. Dhe roda i bën kopsht prej kopshteve të xhenetit. Dhe mimberi im thot është mbi haudin tim. Hadithi tjetër nga Abdullah ibn Zaid al-Mazini, që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ajo që është mes shtëpisë sime dhe mimberit tim është kopsht prej kopshteve të xhenetit. Thot shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vendi ku ka qenë dhoma e tij, ku ka pas gratë e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani shtëpia përfundimtare e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit është dhoma e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, aty ku ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mbështetur në Aishën radhiyallahu ta'ala anha, dhe është varrosur aty sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shtëpia e tij. Prej aty deri te mimberi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është roda, edhe sot sa ditë quhet roda, thot kopshti i xhenetit. Kopshti i xhenetit si kopshti i xhenetit, nga se në të zbret rahmeti i Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe në të thot kanë qenë thot mësimet janë mbajt, mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të është përhap Islami dhe të është e mirë. Prandaj kjo është vend i veçantë. E në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa minbari ala haudi, dhe mimberi im thotë është mbi haudin tim. Haudi është ai farë vendi ku të bëhet uji ditën e Kiametit, që të quhet haud, do thotë mundesh me thon pellgu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vend tubimi shumë i madh i ujit, ku besimtarët do të pinë ujë. Aty Allahu do ta sjell mimberin e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të. Allahu çush e bën këtë, Allahu e din mas miri subhanahu wa ta'ala. Ai do të jetë mbi mimberin, thot mimberi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë mbi të. Aty kush e pin atë ujë, më nuk do të etet kur. Nuk do të etet më kur. Edhe e përfundojmë sot, thot magja e fi khuruji nisa ila al-masajid. Çfarë ka ardhur nga atë që gratë të dalin në xhami, dalja e grave në xhami.
مالك ثت أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Thot Maliku ka dëgju nga e ka arritur nga Abdullah ibn Umeri. Ky transmetim është nga Maliku pa vargun lidhës mes tij dhe Abdullah ibn Umerit. Ky ka zakonisht nafjen mes tij, mirë po ka ardhur Buhariu Muslimi lidhja me sa dhe hadithi sahih që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos i ndaloni robreshat e Allahut nga xhamit e Allahut. Mos i ndaloni robreshat e Allahut nga xhamit e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu burrat që t'i ndalojnë robreshat e Allahut mos të shkojnë në xhami. Thot burri e ka të ndaluar me ndalu gruan e vete mos me shku në xhami. Edhe gratë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë pjesë në xhami, janë falë në xhami. Edhe kanë falë bile edhe namazin e sabahit, jo vakte tjera, bile edhe namazin e sabahit e kanë falë në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka transmetim tjetër të hadithit thotë wa buyutuhunna khairul lahun, ndërsa shtëpitë e tyre thotë janë më të mira për to. Shtëpia për gruan është më mirë, të falet shtëpia, gruaja në shtëpi. Mirë po më nëse do më falë në xhami, falet në xhami. Prandaj kjo është një gjë që nuk ka gjë të keqe të bëhet. Do thotë gratë të dalin në xhami, të falen në xhami, nuk ka gjë të keqe dhe burrat e kanë të ndaluar, të ndalojnë gratë mos të dalin në xhami. Edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë fal gratë në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dhënë selam sallallahu alaihi wasallam ka prit një herë dhe nuk i ka leju sahabit të dalin para se të dalin gratë. Gratë kanë dalë së pari, pastaj kanë dalë burrat. Pastaj kanë dalë burrat. Po ashtu thot Malik أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. Thot që Maliku ka dëgjuar nga Busr ibn Sa'id, thotë ka arrit nga Busr ibn Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, po ashtu ky hadith është në transmetim të muslimit që është i lidhur, që pejgamberi sa ka thënë nëse ndonjë nga ju o ndonjë nga gratat merr pjesë në namaz të yacisot, mos të vendos parfum. Thotë, ndaluat gruaja që nëse shkon në xhami, mos vendos erë parfumit që mund ta dëgjojnë burrat, ta ndjejnë erën e saj burrat. Thotë, mirë po, shkon në xhami pa i fitnosur njerëzit, duke qenë e veshur me rroba të mira dhe duke mos vendosur parfum. Malik an Yahya ibn Sa'id an Atika bint Zaid ابن عمرو ابن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. مالكي يحيى بن سعيد عاتكة بنت زيد që ka qenë gruaja e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu. Thot ajo kërkon të leje, kërkon të izë nga Umeri që të dilte në xhami. Thot e Umeri hashte. Thot atëherë thoshte vallahi thot do të dal në xhami, gjithsesi të dal në xhami. Thot përveç nëse ti më ndalon. Thot ai nuk e ndalonte. Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ka hesht. Umeri ka qenë shumë xheloz radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe këtu ka hesht. Thot ai nuk ka qenë shumë i kënaqur që gruaja e tij të dalë në xhami për shkak të xhelozisë së madhe që ka pasur radhiyallahu ta'ala. Mirë po ka hesht për çka? Nga se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që gratë mos të ndalojnë për të shkuar në xhami. Edhe kjo gruaja e tij ka thonë nëse ti më ndalon unë nuk shkoj. Mirë po e ka ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka leju dhe ka shku në xhami. Pastaj vazhdon thot Malik عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل كما منعت من نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة
أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nana besimtarëve, ka thënë, po ta dinte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se çfarë kanë bërë gratë, se çfarë risish kanë bërë gratë. Thot do t'i ndalonte nga xhamit. Ashtu siç janë ndaluar gratë e bijve të Izraelit nga xhamit. Thot Yahya ibn Sa'id i ka thënë Amras që ka qenë prej grave të Amra bint Abdurrahman, që ka qenë prej grave të Ansarve, e ka pyet Yahya ibn Sa'id, i ka thënë, a janë ndaluar gratë e bijve të Izraelit nga xhamit? Ka thënë po. Këtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon, thot, në atë që gratë, thot, ndoshta pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë bërë disa lëshime në rrobat e tyre apo në përdorim të parfumit, po ta dinte këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i ndalonte. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ndaluar sallallahu, ka udhëzu sallallahu alaihi wasallam se si të bëhet që mos të vendoset parfumi e këto gjëra tjera. Mirë, po nuk i ka ndaluar gratë nga shkuarja në xhami. Allahu e di më së miri. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.